Teatri Andonza Koçajupi solli mbrëmjen e djeshme shfaqjen Për te horizontit, një prodhim artistik I frymëzuar nga krijimtaria e dramaturgut të njohur amerikan Eugene O'Neill. Në qendër të shfaqjes qëndron historia e një familjeje që ndahet mes dëshirës për aventurë dhe nevojës për stabilitet, duke reflektuar sfidat e përhershme të njeriut për të gjetur vendin e tij në botë, interpretuar me mjeshtëri nga një kast e përzgjedhur aktorësh. Regjizori Silvia Goskova tha se Për te horizontit vjen me qëllim për të sjellë në skenën korçare vepra ndërkombëtare me vlerë të lartë letrare, duke e kthyer teatrin në një hapësirë dialogu ndërmjet kulturave dhe brezave. Është një shfaqje që të bën të mendosh, është një shfaqje që të bën të reflektosh, ndoshta edhe mbi jetën tënde. Unë besoj fort që shumë njerëz e gjejnë veten. Mendoj, jo se është shfaqje që e kemi bërë ne, po mendoj se është një nga ato shfaqje të rralla për qytetin e Korçës. Regjia e guximshme dhe loja e fuqishme e aktorëve sollën një atmosferë të ngarkuar emocionale, që u prit me duar trokite të gjata nga publiku korçar. Mua ka qenë një përgjegjësi e madhe, që në momentin që më propozua, patjetër edhe një kënaqësi, është kënaqësi në çdo moment, jo më në moshën që jam aktor I ri tashmë. Por më kanë kënaqur pastaj se si e ka pritur spektatori. Nuk është një vepër apo një dramë lehtë për të marrë nga spektatori dhe për të mbushur salla. Por ka funksionuar, hera 4 që ne japim dhe njerëzit vinë dhe më duket sikur e kanë përqafuar, sepse drama është familjare, është brenda në shtëpi dhe kjo besoj që i ka ngjitur. Vepra e cila njihet për thellësim psikologjike dhe konfliktet e brendshme të personazheve, u soll në skenë me një interpretim modern, duke ruajtur njëkohësisht frymën e autorit nobelist.